Ndërkohë, cili është ndikimi që Papa Francesku ka lënë në marrëdhëniet ndërfetare, dialogun ndërkulturor, sidomos tek Shqipëria? Tham edhe një herë në fillim që ai ka bërë vizitën e tij të parë në Evropë, ai e çeli le të themi atë turën e tij me Shqipërinë dhe më pas e kemi parë të jetën mirëpresë në nivel ndërkombëtar, e pari në Evropë. Në Evropë, po. Papa për dialogun ndërfetar dhe vllazërinë ndërfetare është një nga pikat kyçe të papatit të Franceskut. Ishte 2019, nëse nuk gaboj, shkurti 2019-s që u firmos edhe me imamin e madh të Al-Azhar, dokumentin mbi vllazërinë fetare. Ne patëm në janar vizitën e liderit të Bektashive, që dhe të dy së bashku e firmosën këtë dokumentin e vllazërisë. Kështu që Papa, i cili ka bërë shumë për dialogun fetar. Dhe cilat janë mesazhet e tjera, le themi, më të rëndësishme që ai ka dhënë për gjatë gjithë këtyre viteve? Kujtojmë edhe një herë që ai ka qenë pap nga marsi 2013-s deri në 2025-ën tani. Janë temat që ka trajtuar Papa Francesku janë të shumta. Pra, është dialogu, vllazëria ndërfetare, për ambientin, ka bërë një enciklika edhe për ambientin, pra mbrojtja e krijimit, për të varfrit, për mëshirën, temat janë shumë të shumta të cilat Papa u fokusua papati i tij. Kështu që ka qenë një pap i cili ka dhënë mesazhe dhe ka bërë një ndryshim, le të themi si askush tjetër. Se çfarë do të ndodhë më pas, çfarë linje do të ketë papa i ri që do të zgjidhet, kjo do të mbetet për tu parë. Çfarë mund të thuhet? Sepse nuk dim se kush do jetë. Po tashmë për momentin nuk dihet asgjë, sepse është mbas funeralit të papës do hapet konklavi dhe do jenë kardinalët të cilët do të votojnë. Dhe aty ajo është në fshehtësi, kështu që sot asnjë nuk di se kush do jetë, si do shkojnë, sa ditë do zgjas. Kështu që duke qenë që është diçka e mbyllur dhe në fshehtësi, vetëm kur të dalë emri i papës dhe të shohim pastaj kush është papa dhe cili do jetë misioni papati i tij. Por Papa Francesku bëri shumë ndryshime, për shembull edhe për gratë në kish. Ka pak muaj që është zgjedhur si në krye të governatoriatit të Vatikanit, për herë të parë është zgjedhur një grua, Sor Rafaela. Kështu që në sekretarinë e shtetit të Vatikanit ka pas, ishte gruaja e parë para 4 viteve, nëse nuk gaboj. Kështu që dha mundësinë edhe grave, sepse Papa gjithmonë thoshte që kisha është blua. Ndërkohë kujtojmë këtu që ka qenë edhe Papa që ka shenjtëruar edhe Nën Terezën tonë të madhe, gjatë papatit të tij. Ishte Papa që shenjtëroi Nën Terezën, ishte Papa që e bëri kardinal Don Ernest Simonin kur pasi dëgjoi dëshminë e tij në vitin 2014. Ishte Papa që lumnoi në 2016 38 martirët. Po Papa në nëntor të 2024-s kemi 2 martirë të tjerë, pra kisha ushtua me dy të lumë të tjerë. Ishte Don Gjongazui e atë Luigi Palic në nëntor të 2024-s. Pra kemi 40 të lumë, kështu që edhe kisha katolike shqiptare u pasurua
u pasurua gjatë këtyre viteve nën papatin e Papa Francesco. Dhe jo vetëm, besoj që ndikimi ka qenë i fortë edhe në gjithë popullin shqiptar, apo jo, duke vlerësimi i madh që ai ka dhënë, domethënë ka qenë një dashuri e ndërsjellë. Papa do të them edhe unë personalisht, për vite që unë kam shërbyer, që shërbeva që në fillim dhe në vijim, një respekt dhe dashuri ndaj personit tim, por dhe një respekt dhe dashuri ndaj Shqipërisë. Dhe them ka qenë ndërsjellë, sepse dhe shqiptarët unë kam parë edhe popujt e tjerë e kanë pritur se çdo popull e pret papën në mënyrë excepcionale. Por ajo pritja në Shqipëri, papës i ka ngelur dhe e ka përsëritur gjithmonë. Domethënë shpeshherë në shumë raste ai e ka përmendur se si e priti populli shqiptar. Pra dhe populli shqiptar e besh papën. Pastaj e ka treguar në të gjitha aktivitetet që janë organizuar. Tani me 5 shkurt ishte hera e fundit që papa mundësin që të bisedoj me papën. Dërgova tek Papa Francescu mbi 100 studentë shqiptar, ku ishte dhe ministri i jashtëm dhe ministria e arsimit. Dhe në pak ditë më vonë, ne takuam me datën 5 shkurt, me 14 ai u shtru në spital, ku u tha që ishte në kritik për jetën, situata e tij shëndetësore. Pa diskutim. Po me buzëqeshje, i priti ata studentët me shumë dashuri. Kemi rastin të shtunën e madhe, të pashve, pa mbrëm, ndër të pagëzuarit ishte një vajzë shqiptare, e cila ishte një nga studentet e datës 5 shkurt që unë dërgova te papa. Ajo ju afrua dhe i tha që donte që të pagëzohej, pra ishte e besimit musliman, dhe i shpreu papës dëshirën që dëshironte që të pagëzohej, dhe papa i bëri të mundur, dhe ajo nuk qëlloi papa që të bënte rritjen e pagëzimit ditën e shtunë, por papa kishte hyrë në bazilikën e Shën Pietrit pak orë më përpara se të kryej riti i meshës dhe riti i të sapo pagëzuarve, dhe që të takuar. Kështu që edhe falë këtij takimit që organizova me datën 5 shkurt, një nga studentet vendosi që të bëhej katolike. E qartë. Cili do të ishte një mesazh që nëpërmjet veprës së Papa Francescu të vjen sot për gjithë shqiptarët? Cili do doni të ndanit ju si trashëgimni shpirtërore që ai ka lënë sot për të gjithë? Pak më përpara që të gjithë të ecim në mësimet e tij, dhe jo vetëm t'i kujtojmë mësime që ai bëri këtë ose ai siç i elenkuam pak më përpara, por të ecim në mësimet e tij. Vllazërinë fetare, ai e kishte një çështje kryesore papatit të tij, por ne këtë e kemi, ai e mori shembull. Pra shumë nga ato që Papa Francesco i mbrojti me shumë fortë gjatë papatit, unë e dëshoja që ne i kemi vllazërinë fetare, sepse papa na vizitoi të parët në Europë, pikërisht për këtë vlerë kaq të madhe që kemi, duke i thënë gjithë botës në një shembull nga Shqipëria, sepse të punosh së bashku është e mundur, fjalimi i papës. Është e vërtet. Zoja Franka, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje dhe për gjithçka ndat me ne sot. Faleminderit, e di që do të ketë një protokoll goxha të ngjeshur në ditët në vijim dhe ndoshta mund të jemi dhe në ndonjë nga programet e ardhshme për të parë edhe se si do të zhvillohen të gjitha ceremonitë, edhe për të vazhduar për të folur për Papa Francesco. Sa po kemi, sepse për momentin protokolli nuk ka ardhur, thjesht vetëm lajmërimi, por patjetër do mbetemi dhe lidhemi. Faleminderit shumë që ishit në lidhje me ne. Faleminderit.